e dëgjoj këngët dhe vallet dhe pyet një nga shërbëtorët se çfarë ka ndodhur. Dhe ata i thanë që vllai jot u kthye dhe ati nga dashuria e madhe theri dhe viçin e majm dhe po bën një festë shumë të madhe. E djali i madh u zëmërua. U zëmërua dhe nuk donte të hynte. E doli i ati për ta thirrur dhe ai nuk pranoi. Madje i thot disa fjalë shumë të rënda. I thot, unë të kam shërbyer gjatë gjithë kohës. Nuk më ke dhënë asnjë kec për ta ngrënë së bashku dhe të gëzohem me miqtë e mi, ndërsa yt birë thot që e harxhoi gjithë pasurinë e tij me prostituta, there viçin e majt dhe bëre një darkë shumë të madhe. Dhe ati i përgjigjet dhe i thot, birë thot, vllai yt ishte i humbur dhe u gjet, ishte i vdekur dhe u ngjall, dhe gjithë sa janë të mijat janë dhe të tuat. Çfarë përfaqëson realisht djali i madh? Djali i madh shpeshherë përfaqëson ato tipe njerëzish që ndoshta e ndjekin besimin nga jashtë, po jo nga brenda. Ndjekin rritet e besimit, mund të vinë në kisht, marrin meshën, ndezin qirien, i bojnë gjitha, po zemra e tyre nuk është zbutur, e nuk ka dashuri. Ai dante shumë gjëra me atin, po s'kishte ndarë gjën më të rëndësishme, dashurinë e pakufishme të Perëndisë. E parabolia e sotme, si thon shumë nga etrit, ndoshta nuk mund të quhet e djalit planprishës, po duhet të quhet e atit të shumë dhëmshur, e atit që ishte plot me dashuri, sepse falja nuk është thjesht drejtësi në kuptimin e drejtësisë njerëzve. Falja e ka përcen atë, dhe Zoti na fal ne sepse pikërisht na do. Nëse do bënte Zoti drejtësi, nuk do na falte. Shën Isak Siriani, cilin e citoj shpesh, sepse është një nga etrit më të mëdhenj shpirtëror të kishës ortodokse. Omelitë e tij dhe librat e tij të famshëm janë një burim drejtimi në jetën shpirtërore. Dhe provokonte ndonjëherë nxënësit e tij dhe u thonte: "Ju mendoni thotë që Zoti është i drejtë?" Po, përgjigjeshin ato. Ky i thonte: "Jo." Ato shtangeshin: "Si ka mundësi që Perëndia mos jetë i drejtë?" Dhe shenjti vazhdonte duke thënë këto fjalë: "Nëse Perëndia do ishte i drejtë, unë dhe ju do ishit tani në ferr. Perëndia është zëmërdhëmshur, dhe kushdo që bëhet i ngjashëm me Perëndin e pastron zemrën e tij dhe ka dashuri. Në vend që vllai të gëzohej që vllai tjetër u gjet, ishte i vdekur dhe u ngjall, e kapi zëmërimi i madh." Prandaj dhe shpeshherë njerëzit mund të vinë në kish, mund të ndjekin besimin nga jashtë dhe zëmërohen shumë kundër të tjerëve, kanë një mëri të madhe. Të gjithë ata që shajnë, të gjithë ata njerëz që kundërshtojnë gjithë tjerët, nuk është zbutur zemra e tyre nga hiri i Perëndisë. Zoti na do që të bëhemi të ngjashëm me atë, që të kemi dashurinë e Perëndisë, sepse Perëndia fal nga që është i mirë. Shëni Joan Gojarti thot disa fjalë shumë të bukura. Thot këtë gjë: "Asnjë mëkat nuk mund ta mundi dashurinë e Perëndisë. Qofshi dhe imoral, thot, kurol shkelës, nëse do pendoheni, Perëndia do ju presi krahapur, dhe jo vetëm që do ju pastroj, po do ju thrasi dhe do ju bëj si miqtë e tij, sepse çdo mëkat i pa rrëfyer, i pa penduar, është ai që shkatërron jetën tonë. Nëse ne do kemi guximin për të rrëfyer, e për ta pranuar fajin tonë, e për të kthyer, sepse pendimi nuk është vetëm thjesht keqardhja, pendimi është fillimi i rrugës për të kthyer drejt shtëpisë së Atit. Prandaj dhe jeta e njeriu është një udhtim për të shkuar përsëri, për takuar pikërisht atë dheun tonë të vërtet që është pranë Perëndisë. Ai është atë dheu shpirtëror i gjithë njerëzve. Ai është atë dheu që njerëzimi humbi dhe shkoi në një vend të largët, në një tokë ku mbizotëron mëkati. Prandaj dhe pendimi është një kthim përsëri në shtëpinë e Atit. Dhe ky kthim ka një domethënie shumë të madhe, sepse i jep dhe jetës sonë një qëllim. Sepse çfarë shquhet qytetërimi i sotëm? Askush nuk ka një qëllim për ekzistencën e tij. Askush nuk pyet për qëllimin e ekzistencës së tij. Dhe sot jo vetëm që nuk ka përgjigje, por nuk ka as pyetje. Pyetjet pikërisht lindin kur ne fillojmë kuptojmë që jemi në një vend të largët. E fillojmë kuptojmë që jemi ndarë nga Perëndia. E nëse do ndizet malli për ne, për mbretërinë e qiellit, që gjithë secili nga ne e ka brenda nesh, po është mbuluar nga errësira, e nëse do ndriçojë atë gjë, do e mbushë jetën tonë me gëzim,
dhe jeta do bëhet një udhëtim jashtëzakonisht i bukur. Rrugës do hasim kryqe, por ne kemi besim, siç thot Zoti, në botë do keni shtrëngim, po keni zemër, unë e munda botën. Dhe çdo njeri që fillon udhëtimin drejt shtëpisë së tij të vërtet, pranë Atit, Perëndis son, padyshim do hasi shumë kryqe gjatë rrugës, por hiri i Perëndis do japi forcë e do e ndriçojë vazhdimisht. Dhe ky udhëtim do jetë një udhëtim shumë i bukur dhe do të përmbushi qenien tonë. Prandaj dhe kisha, përpara se të fillojmë kreshmën e madhe, na kujton pikërisht për këto paravoli, që janë shumë të thella e shumë të dobishme për gjithë secilin nga ne. Le të mundohemi që të ndizet në shpirtin tonë malli për shtëpinë e Atit. E le ta fillojmë udhëtimin për shkuar drejt tij, se sado mëkatet kemi bërë, Perëndia nëse do pendohemi do na fali. Dhe jo vetëm që do na fali, po do na veshi rrobën e ndritshme e do na mbushi me hirin e tij. Amin. Me frikë Perëndie, besë dhe dashuri afrohuni.
Drejt pas ju kungua me misteret hynore të shenjta të kulluara të pavdekshme, qellore jetë të bërse dhe të frikshme të Krishtit, si që meriton le ta falenderojmë Zotin. Për krana shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd. Ditën të tërë të përsosur të shenjtë, me paqe dhe të pamëkatshme duke lypur veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë le t'ja parashtrojmë. Se ti e shenjtërimi dhe ty të drejtojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit shenjtë, tani e për erën e jetën të jetëve. Me paqe le të shkojmë. Le t'i lutemi Zotit. O Zoti, bekon ata që bekon, dhe shenjtëron ata që kanë besim me ty, shpëtoje popullin tënd, bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëro ata që duan jeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë fuqisë sate hynore dhe mos na lërë që shpesa me ty, fali paqe botës sate, kishave të tua priftërinjve udhëheqësve të anë ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie e mi dhe çdo dhuratë e përsosës brejt i lartë as i drejtëja Atit të dritave, te ty ta drejtojmë lavdin, falenderimin dhe adhurimin Atit, Birit dhe Shpirtit të shenjtë, në lije për erën e jetë dhe jetëve. Le t'i lutemi Zotit. Bekimi dhe mëshira e Zotit ardhë me ju, me hirën e ty në orë dhe njëri dashje, gjithë një tani e për erën e jetë të jetëve. Lavdim ty o Krisht Perëndi, shpresa jonë, lavdim ty. Ai që unë gjallë së vdekurësh, Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e zonjës sonë linsës gjithmonë vrigjereshës Mari, me fuqinë e kryqit shmuar dhe i bërës, me mbrojtjen e fuqive të gjinore të shmuar dhe patrujë, me lutjen e profetit, parëmësit dhe pakëzorët janë, apostolët shenjtë dhe mëshkëlqyrë, dhe jetën dhe të shenjtë, të etërve tanë të shenjtë dhe Zotin Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e krye Zotit tonë të shenjtë, Zoti Isu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Gëzuar dhe për shumë vjetë.